Zbuloni lulen e muajit tuaj të lindjes dhe lexoni mesazhin që ka për ju. Lulja e muajit tuaj të lindjes zbulon se kush je me të vërtet. Personalitetet tona janë një sër faktorësh të shumtë dhe kur zbulojmë më shumë për gjithçka që jemi, fitojmë më shumë njohuri se si të shfrytëzojmë pikat e forta dhe si ti menaxhojmë dobësitë. Një nga mënyrat për të rritur këtë vetdije është që të kryejmë këto teste personalitetit, të cilat mund të na japin informacione të reja rreth vetes, për të cilat as ne nuk jemi të vetëdijshëm. Testi i sotëm bazohet në lulen që lidhet me muajin tuaj të lindjes, e cila do të jetë në gjendje t'ju tregoj diçka për atë që jeni në të vërtetë. Janar, nëse keni lindur në janar, atëherë lulja juaj është karajfili. Kjo lule bukur ju tregon se ju keni dhuratën e bërjes të lumtur njerëzit që ju rrethojnë. Dhe nëse jeni duke kaluar një fazë të ndërlikuar të jetës, buzëqeshja është qëllimi juaj dhe ju jeni gjithmonë të bindur se jeta gjithmonë mund të përmirësohet kur lidheni me njerëz të ngjashëm me ju. Aftësitë tuaja bëhen edhe më intensive. Shkurt. Nëse muaji i lindjes tuaj është shkurti, lulja juaj është i risi. Ju jeni një person i pabesueshëm, edhe pse shumë njerëz gëzojnë duke dyshuar tek aftësitë tuaja. Inteligjenca dhe ndjeshmëria juaj janë cilësitë e mëdha që ju lejojnë të gjeni gjithmonë përgjigjet më të mira për problemet tuaja të brendshme dhe t'u ofroni shumë dritë atyre që janë rreth jush, duke çliruar veten nga turpi dhe duke treguar veten në mënyrë autentike në botë. Ju mund të krijoni miqësi të mira që ju bëjnë më të lumtur dhe më të përmbushur. Mars. Nëse keni lindur në Mars, lulja juaj është dafodil, që do të thotë se nuk ka asgjë të keqe të qenit një person introvert. Të jesh në një shoqëri të mirë me veten është një dhuratë e paçmueshme, duke patur parasysh se shumica e njerëzve duket se kanë humbur lidhjen me veten e tyre të brendshme. Disa njerëz ju kritikojnë për të qenin të vërtet me veten tuaj, sepse keni një karakteristikë të një jete të suksesshme. Vetdashjen. Mos harroni kur se është më mirë të jesh me veten se sa me ata që nuk u japin asgjë. Prill. Nëse keni lindur në prill, lulja juaj është margarita. Ju jeni një person që të rriqni vëmendjen kudo që shkoni, veçanërisht për personalitetin tuaj gjithmonë shumë autentik dhe interesant. Përkushtimi juaj ndaj gjithçkaje që bëni është i pabesueshëm dhe njerëzit rreth jush ndihen më të sigurt kur jeni afër. Maj. Personi lindur në muajin maj përfaqësohet nga zambaku i luginës. Kjo do të thotë që gjithmonë keni një mënyrë shumë stimuluese për të bërë gjërat. Ju keni një energji unike dhe pozitive, cila ju lejon të shihni gjithmonë jetën me optimizëm dhe butësi. Madje edhe kur gjërat nuk shkojnë siç dëshironi, ju rrallë ofendoheni sepse ju nuk ndikoheni nga ajo që thonë të tjerët për ju. Ju gjithashtu jeni gjithmonë të gatshëm të përjetoni përvoja të reja dhe stimuluese. Qershor. Nëse keni lindur në qershor, lulja e muajit tuaj të lindjes është trëndafili, që simbolizon pasionin që ju shoqëron në çdo gjë që bëni. Ju tentoni të vendosni shumë qëllime për të shmangur standardet e urryera të shoqërisë moderne. Ëndra juaj është jetoni një jetë në gjithçka dhe për gjithçka autentike së bashku me njerëzit që doni. Korrik. A keni lindur në korrik? Ju përfaqësoheni nga larg spur që ju këshillon të jeni gjithmonë krenar për atë që jeni. Kombinimi i bukurisë së brendshme dhe asaj të jashtme nuk është kur i lehtë, por ju keni një natyrë të veçantë që mund ta shihni dhe në largësi. Ju jeni një person që bën dallim në botë dhe një ditë ju do të mësoni të njihni cilësitë tuaja. Gusht. Lulja juaj e ditëlindjes është gladioli, që përfaqëson mençurinë. Ju jeni një person i cili ka të gjithë forcën e nevojshme për të përballur me të gjithë ata që jeta vendos në rrugën tuaj. Përvojat tuaja të kaluara janë gjithmonë të dobishme për t'ju udhëzuar në rrugën e duhur dhe për të bërë zgjedhjet e duhura. Kur ju gaboni, nuk e keni problem ta pranoni dhe angazhoheni për të përmirësuar veten. Ju jeni një shembull i ekuilibrit dhe përulësisë. Shtator.
Aster është lulja juaj e cila dëshiron t'ju zbuloj se kush jeni në të vërtetë. Empatia është një nga karakteristikat tuaja më të rëndësishme. Zakonisht nuk lejoni të kushtëzoheni nga qëndrimet negative të tjerëve, sepse jeni plotësisht të bindur se tek çdo person ka diçka të mirë. Asnjëherë mos u turpëroni për aftësitë tuaja. Ju jeni një thesar që të gjithë duhet ta njohin. Tetor. Kalendula është lulja juaj dhe mund t'ju tregoj se kush je me të vërtetë. Ju jeni një person i cili punon shumë dhe jeni vazhdimisht të përkushtuar për t'u bërë më të mirë, personalisht dhe profesionalisht. Ju jeni gjithmonë të gatshëm të ofroni një dorë ndihme dhe të kontribuoni në zhvillimin e atyre që janë rreth jush. Ju shpesh përballeni me mosmirënjohje dhe nuk dini se si të merreni me të. Jo të gjithë i kthejnë përpjekjet tuaja. Prandaj, vetëm përqendrohuni në veten tuaj dhe lërini të tjerët kujdesen për pasojat e veprimeve të tyre. Nëntor. Lulja juaj është krizantema. Ju jeni një person shumë i lidhur me mendimin dhe zhvillimin e mendjes tuaj. Ju jeni gjithmonë në kërkim të një aktiviteti që ju lejon të analizoni veten dhe sjelljen tuaj. Ju jeni vazhdimisht në evolim dhe duke zëvendësuar zakonet e vjetra me ato të reja. Disa ju gjykojnë për këtë. Ata nuk e kuptojnë se nuk ka asgjë të keqe në ndjekjen e evolucionit dhe lumturisë tuaj. Për aq kohë sa je i vërtet me veten, do të jesh në rrugën e duhur. Dhjetor. Poinsentila është lulja juaj dhe ju zbulon se kush jeni në të vërtetë. Ju nuk jeni një person që e do turmën. Karakteri juaj i vërtet del kur jeni afër njerëzve që me të vërtetë ju duan. Në këtë rast, ju tregoni gjithmonë kreativitetin dhe ndjenjën tuaj të humorit.